A do të ndalë kush blerjen e votës, apo do të bëjmë të gjithë sikur nuk na takon? Sepse në vitet 91-92 nuk paguaj askush. Njerëzit e bënin gjithçka me moral dhe me dëshirë, qofshin të majt apo të djathtë. Më vonë, filloi pagesa e komisionerëve, e makinave që sillnin njerëzit në qendrat e votimit nga brenda apo jashtë vendit. Pastaj u paguan shtresat e marginalizuara. Në një moment ata ndalën dhe menduan: po i biem gjatë, më mirë t'i biem drejt, të paguajmë votuesit. Kështu u bë demokracia direkt, jo për njerëzit, por për xhepat. Dhe kjo nuk është demokracia që u duhet shqiptarëve. Shkuan edhe më tej me shkëmbimin e deputetëve, filloi me Nanu në 2001, vazhdoi me demokratët në 2007 kur zgjodhen presidentin dhe sot bëjnë sikur nuk e mbajnë mend. Paralel bliej vota. Nuk ishte gjë më të turpshme se sa në zgjedhjet e 2009-s kur shkonin në zonë dhe njerëzit u thonin: ky ofroi 20, tjetri 30, ti sa jep. E gjithë politika ka faj. Njëra palenisi dhe tjetra bëri sikur nuk pa. Por a ka kush ndërgjegje ta pranoj këtë dhe ta ndryshoj? Thërriste Sokol Oldashi në foltoren e Kuvendit në një nga fjalimet e tij më të sinqerta. Sot, kur ka kaluar më shumë se një dekadë, e vetmja gjë që ka ndryshuar është çmimi i votës.